provojmë për herë të parë pishinat publike ose pishinat e bashkisë këtu në Valencë. Kishim dëgjuar që janë disa pika nëpër qytet, po kjo është hera e parë që e provojmë. Erdhëm në një zonë pak më në periferi të qytetit, Kuart de Poblet quhej, dhe kjo është pishina. Biletat na kushtuan vetëm 6.5 euro të dyjave, 4 euro adulti dhe 2.5 fëmijë. Siç e shikoni, gjithë zona kishte shumë gjelbrim, kishte 3 ambiente, një pishinë me rreshqitse për fëmijët, një pishinë pak më të madhe me nivele të errësie për të rriturit dhe një pishinë për bebe pak më të vogla. Siç mund ta shihni këtu, fëmijët argëtoheshin pafund. Në momentin që erdhi koha e pushimit ose e drekës, po e quajmë, ulëm të gjithë në bar për të konsumuar diçka për të ngrënë, për të pirë diçka dhe siç e shikoni tani na doli edhe dielli. E gjithë ajo zona që shikoni aty ishte për të konsumuar drekën, ndërsa këtu ishte hapësira me tualete, domazhveshje, dushe, të gjitha shumë të pastra dhe të rregullta, pavarësisht se ishin relativisht të vjetra. 5 minuta nga pishina ishte stacioni metros, ishte një stacion i ri dhe duke shumë i pastër, kështu që unë dhe kjo goca i hipëm metros dhe u kthyem në shtëpi.